طالب العلم خذ من نظمي الدرر واسمع لنصحي وانقل عني الخبر ما دمت تطلب هذا العلم مجتهدا فاخشع ولا تك كالغاوين مفتخرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Jemi tek libri Sheh Ibrahim al-Ruhailit, hafidhahullahu ta'ala, tek libri pasimi mirëfillt në sqarimin e shkaqeve diferenciale midis veprave. Kemi arritur tek kohët e preferuara kur bëhen ibadetet, kohët cilët kohë pranohet duaja, gjitha këto çështje do t'i trajtojmë. Thot pas aprovimit kësaj duhet të dihet se kohët e preferuara për kryerjen e veprave të shariatit ndahen në dy pjesë. E para janë kohë që janë obligative, edhe e dyta nafile. E para thot kohët të preferuara për kryerjen e obligimeve është koha e kryerjes së namazeve. Në kohën e parë, a është obligative apo është e preferuar? Është e preferuar, nuk është obligative. Sepse koha namazit të drekës po e zon, po hin në orën 1. Deri në sa mundesh me e fal, deri në ikindi. Nëse fal në orën 2, a je në rregull je. Mirë po, nëse e fal në kohën e parë, atëherë ti e ke marrë një kohë të preferuar. Çuç ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, që vepra më e mirë është namazi në kohën e vet që i bie në kohën e parë. Apo përveç ulemaja kanë sqaru namazin e yatsis që duhet me shty, që është sunet me shty. Nëse mundet me bëj xhamati, apo. Pastaj thot vonimi së cilës është i mirë namazit yatsis siç e theksuam. Po ashtu preferohet edhe namazi i drekës mu shty kur vllazni? Kur është shumë nxehtë. Kur është shumë nxehtë, lejohet me shty namazin deri në ora 3:30, se ti paramendon në ora 1 midis verës është ajo pika e nxehtit. Edhe ti nëse e shtyn, atëherë e ki kryer një sunet pejgamberit alayhis salam. Po në për xhamia është problematike kjo, se kretë din që është në ora 1 namaz edhe është pak problematike. Pastaj thot, koha e preferuar për syfyrin, çka është? Me shty syfyrin. Po nëse e han para shtyerjes, e ki kryer një obligim, apo? Mirë, po nuk e ki kryer një kohë të preferuar. Pastaj koha e preferuar, çfarë është? Me vanu iftarin apo me qel më herët? Jo më herët, po me qel sa më herët në kohën e parë. Edhe kjo është koha e preferuar. Mirë, në 7:15 për shembull hin, 8:05 për shembull hin akşami iftari dhe ti në 8:30 po e qel. Në rregull jemi. Nuk ke bo diçka që ke bo në e haram. Por se në kohën e preferuar se ki qel, që kish problem më të madh. Që ka thonë pejgamberi alayhis salam, që ummeti jam ka më konë në hajr. Pse në hajr? Që e shtyn syfyrin dhe e shpejtojnë iftarin. E të në këtë kundërta është. Për siguri gjysore për para, syfyrin e lon, për siguri e shtyn iftarin gjysore. Nëse gjysore nuk e shtyn, po një 10 minutat mira po. Për siguri, thot. Pastaj thot, pra kryerja e obligimeve në kohë të preferuara është më e plotë se kryerja atyre në kohë të tjera. Abdullah ibn Mesudi transmeton se ka thënë, e kam pyetur pejgamberin alayhis salam, cila o koha më e mirë? Thot vepra më e mirë, thot namazin kohën e vet. Qysh namazin kohën e vet? Për njëve dhe në 4 është namazi, apo i drekës. Tash a on 3, a on 2, a on 1, a on 4 e 10, cila është? Dietarët e kanë komentuar, ka thonë, në kohën e parë. Në momentin kur të jenë vakti, çatëherë është koha më e preferuar me fal namazin. Pastaj thot nga Xhabir ibn Abdullah transmeton se ka thënë pejgamberi alayhis salam e falte drekën kur freskohej koha. Ikindin kur dielli ishte i qartë, akşamin me perëndimin e diellit dhe yatsin një herë kështu e një herë ashtu. Një herë në fillim të vaktit, një herë e shtynte, apo kur i shikonte njerëzit të tubuar e shpejtonte atë. Shikonte në xhami, se shtëpinë e kishte afër xhamisë, apo. Dhe kur e shihte që njerëzit ishin tubuar shumë me xhamati ishte tubuar, ju dilte imam. Kur e shihte që nuk kishte njerëz apo pak, atëherë e shtynte derisa mbledhnin njerëzit për me fal namazin. Ndërsa sabahun pejgamberi alayhis salam e falte në errësirë. Për vlerën e zakatit të fitrit dëshmon atë që shënon Ebu Davudi.
I dërguar Allah sa nga Ibn Abasi, thot e ka obliguar zakatin e fitrit si pastrim për agjëruesin nga fjalët e kota dhe veprat e turpshme. Dhe është ushqim për të varfrit, kush e jep atë para namazit, ky zakat është i pranuar. Kjo sadakatul fitr është e pranuar. Nëse e jep mas namazit bajramit, atër sadakat thjesht. Nuk jenë të sadakatul fitri. Të vitrat që e thënë, vitrat nuk thud vitër, vitër o vitër, po të na i thënë vitrat. Po fitr është me fë. E mirë, nëse e jep 2 ditë përpara, aja ka qillu kohës preferuar? Jo. Koha preferuar është sa ma afër namazit sabat. Sa ma afër namazit bajramit. 1 ditë për shembull, sot nesër është namazit bajramit, sot mi thonë. Më thonë, sa ma afër është namazit, sa ma afër kohës së namazit të bajramit, është ma e preferuar. Pastaj thot, hadithi tregon për vlerën e dhënies së zakatit të fitrit para namazit bajramit. Kurse, për vlerën e vonimit syfyrit, tham nga Enesi transmeton nga Zeid ibn Thabit, se ka thënë kemi ngrënë syfyr me pejgamberin alayhi salam dhe unë ngritëm me fal namazin. Thot sa ishte distanca mes lënjes ushqimit dhe faljes namazit sabat, thot sa leximi 50 ajeteve. 50 ajete sa mund më ka? 10 minuta. As 10 minuta, çfarë 10 minuta shumë janë? 3-4 minuta, 5 minuta. Më thonë, aq ishte hapësirë distancë e vogël kohore. Sa ishte distanca mes lënjes ushqimit dhe fillimit namazit, thot sa leximi 50 ajeteve. Ishte e ngushtë. Apo, bile deri në atë mos ka shku, pejgamberi sasami ka thonë Omerit radhiyallahu anhu, ka pas ushqim në dorë ka pas. Thot haje, mos me marr tjetrën. Haje, që ato që e ki në dorë, haje, edhe pse ka i vakti. Nuk është shtrëngu çështja. Na i shtrëngojmë çështjet. Pastaj thot, kurse për vlerën e shpejtimit iftarit, dëshmon hadithi Sahel ibn Sadit radhiyallahu anhu se pejgamberi alayhi salam ka thënë, vazhdojnë njerëzit të jenë në mirësi përderisa e shpejtojnë iftarin. Pe hupish një mirësi të madhe. Pe hupish një bereqet të madh. Për atë arsye dhe s'kan bereqet pastaj një pjesë e muslimanëve. Sepse nuk po i praktikojnë sunetet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Me këtë shfaqet vlera e kryerjes së adhurimeve të obliguara në kohë të tyre të preferuara, kaq i kryerjes në kohë të tjera. Ibn Qudame ka thënë, kohët janë 3 llojesh vllazni. Koha e preferuar, që e trajtuam, koha e lejuar dhe thot koha e domosdoshme. Çish mi bëu këtë koha e preferuar e lejuar? Që po komentojmë? Koha e preferuar, për shembull nëse në ora 1 vakti i drekës, koha e preferuar është si thirrë zonin në ora 1 mu fal. Koha e lejuar e fal diku 2-3, koha e domosdoshme kur është? Edhe 5 minuta po thirrë zoni i kindit çatre ki domosdoshme mo. Se e hupe namazin. Çtojnë kohët që duhet me i trajtu. Pjesa e dytë, kohë të pëlqyera për kryerjen e adhurimeve vullnetare. Baza mbi të cilën ndërtohet kjo pjesë është se adhurimet vullnetare janë të shumëllojshme. Namazi, agjërimi, leximi i Kuranit, përmendja e Kuranit, sadakaja, gjitha këto gjëra janë nafile, nuk janë obligative. Falja namazit po flasim për sunetet dhe nafilet. Sqarimi i kësaj është në mënyrë të hollësishme. Është se adhurimet vullnetare sipas kohëve po ashtu ndahen në 2 lloje. Lloji i parë thot ato adhurime vullnetare që janë të kufizuara me kohë të caktuar dhe gjendje të caktuar. Për shembull, namazi i natës dhe i vitrit, secili nga këta 2 janë të kufizuar ndërmjet namazit të yatsis deri në lindjen e diellit. Që avni Sheikh Ibrahim Ruhili që e thot, namazi natës dhe vitrit është nga yatsia deri në namaz të sabat. Ky namaz a është obligativ? Nuk është. Mirë, po e ka kohën e caktuar. Që i bie është obligim, apo? Koha e caktuar është obligim. Për mu quajt namaz i natës. Po e fale gjatë ditës a quhet namaz i natës? Jo. Më thonë, veprimi namazi është nafile. Ky namaz nafile ti po dush obligim. Tash po përzihet dikush më thonë. Po namazi është nafile, po koha e këtij namazit nafile të ashtu quajtur i natës është obligim pas namazit të yatsis për mu quajt namazi natës dhe witr. Pastaj thot gjithashtu sunetet e rregullta, të cilët falen para namazeve, për shembull do me fal namazin sunet drekës, ku e di unë, para namazit takşamit.
Në 4:15 është akşami, po du me falë në 4 sate namazin sunet të drekës. Së është e namazit drekës? Suneti drekës është para drekës dhe mas drekës. Nuk ka mas ikindis, mas ikindis është diçka tjetër. Pastaj namazit duhas. Kur falet namazit duhas? Valla pe fali dikura që atëra mas ikindis, apo mas akşamit pe fali. Nuk falet. Namazit duhas falet 15 minuta, fillon pas lindjes së diellit, deri për drekë. Deri për drekë, që kjo është periudha e faljes së namazit duhas, më thonë 2 rekate fillon deri në 12. Pastaj thot, po ashtu lutjet e mëngjesit dhe të mbrëmjes janë kohë caktuar. Lutjet e mëngjesit, duat e mëngjesit janë deri në lindjen e diellit. Dhe lutjet e mbrëmjes janë pas ikindis deri në akşam. Këto janë kohë të caktuara. Gjithashtu adhurimet vullnetare të kufizuara, me gjendje të caktuara si lutjet para xhumit, gjatë ngrënjes dhe pirjes, veshjet e rrobave, hyrje në banjo, hyrje në shtëpi. Hyrje në banjo e ki duan e posaçme. Po du me hongër buk e lutjen e vecesme, po s'kan. E ka secili vendin e vet. Dhe është obligim i kohës së vet. Pastaj thot, lloji i dytë janë ato vepra për të cilët kanë nxitur sheriati në kryerjen e tyre në disa kohë në formë të pëlqyer. Në këtë bëjnë pjesë disa veprime të cilat kanë ardhur në tekste që janë kohë të preferuara. S'ka dyshim se aktiviteti i natës është më fuqizues, dhe thot më fuqizues është leximi i Kur'anit. Leximi i Kur'anit vllazni është mirë edhe gjatë ditës edhe gjatë natës. S'ka kohë të posaçme. Po cila më e preferuar? Natës. Është natës më e preferuar. Shikoni, namazi natës nuk ka kohë për vetë se pas yatsis. Leximi i Kur'anit ka kohë gjatë 24 orëve. Po cila është më e preferuara është mas yatsis. Nëse e lexon Kur'anin natën, se Allah po thot e s'ka dyshim se aktiviteti i natës është më fuqizues dhe fjalë më e qartë. Taberiu thot, aktiviteti i natës është më i qëndrueshëm dhe më i pranuar në zemër se aktiviteti i ditës. Natën nëse kërkon dituria apo po e dione bën dua, është më i bereqetshëm tek Allahu subhanahu wa taala, ndërsa aktiviteti i ditës është për çështjet e dunjos, me punu gjatë ditës, nuk është gjatë natës me punu. Pastaj thot Ibn Kathiri, do me thonë është më i përqendruar në leximin e Kur'anit dhe kuptimin e tij, se leximi i ditës, nga se dita është koha e lëvizjeve të njerëzve, punojnë njerëzit. Ndërsa thot përzierjes së zërave dhe koha për fitimin e riskut, siç e tham. Argument për këtë edhe janë fjalët e sahabeve, se nga Abdullah ibn Mesudi transmetohet se ka thënë vlera e namazit të natës. Nafile. Në krahasim me namazin e ditës, nafile, thot është vlera sikur lëmosha që e japish fshektas në krahasim publikisht. Në namazin natës është shumë më i vlefshëm se sa 2 rekate që i falti gjatë ditës, edhe pse edhe për këto ki shpërblim. Amr ibn al-As radhiyallahu anhu thot, 1 rekat i falur gjatë natës është më i mirë se 10 rekate të falura gjatë ditës. Pastaj thot Ibn Rexhepi, namazi natës është vlerësuar me namazin e ditës, për shkak se ai është më i fshehtë nga sytë e njerëzve dhe është më pranë sinqeritetit. Nuk të shohin njerëzit. Ti kur të fal natën nuk të shohin njerëzit, dhe kjo është më e sinqertë. Pastaj thot Allahu azza wa jall, dhe në kohën e agimit ata kërkonin falje për mëkatet dhe Riyad 18, dhe të cilën në kohën e agimit kërkojnë falje suratul Ali Imran 17. Gjithashtu prej tyre është dhe përmendja Allahut në mëngjes e mbrëmje, dhe Imam Ebu Davudi shënon nga Enes radhiyallahu anhu se pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë: thot të ulem me njerëzit thot që përmendin Allahun e madhruar nga namazi sabat, e falin namazin e sabat, rrin xhami, thot deri në lindje diellit, e bëjnë dhikrin, domethënë e falin namazin e sabat me xhamat, e bëjnë dhikrin, e presin mu lind dielli, dhe thot është më e dashur për mua se ti liroj 4 robër nga bijtë e Ismailit. Subhanallah, 4 robër mi liru është më e vlefshme që kjo dua, që kjo lutje që e përmenti Allah subhanahu wa taala, dhikrin që e bën, se sa mi liru 4 robër. Të ulen me njerëz që e përmendën Allahun nga namazi i kindis deri në perëndim diellit tash, thot është më e dashur për mua se ti liroj 4 robër. Pa specifiku. Nësa të parat ishin për 4 robër të bijve të Ismailit.
tekstet argumentojnë se këto dy kohë janë kohrat më të mira për përmendjen e Allahut, mas namazit sabat dhe mas ikindis. Me përmend Allahun dhe me bë dua janë kohë të bekuara që i pranon duat Allahu subhanahu wa taala. Pastaj thot dije Imam Neveviu se koha më e mirë për përmendjen e Allahut gjatë ditës është mbas namazit të sabat. Nga Abu Huraira transmeton dhe thot nga pejgamberi alayhis salam, Zoti ynë thot zbret çdo natë thot. Në pjesën kur mbetet 1/3 e fundit e natës. Tash do më thënë ora 4 që hin në 3:30 kur hin namazin sabat në ora 2 për shembull. Ajo është pjesa e 3 e natës. Thot çfarë? Në qiellin e botës zbret Allahu subhanahu wa taala, në qiellin e botës dhe thot, kush më lutet mua që t'i përgjigjem atij, kush më kërkon mua që t'i jap atij, thot kush më kërkon falje mua që t'ja fali atij. Këtë flajnë dësa ti qosh edhe bën istikfar gjatë natës, Allahu subhanahu wa taala zbret në qiellin e kësaj bote, qysh si tek nuk himna nuk e dim. Po jo, ta është logjika, globi është kështu, apo hinë Allahu mrena që s'dimna, na nuk dim. Zbret ka thonë edhe u krypuna, se shtim kryt në atë, se nuk dim. Na nuk kuptojmë vllazni përveç se dy kopertinave. Kopertina e parë dhe kopertina e fundit. Jashta qëtyve dy kopertinave, a dim me perceptu, me menu s'dim. Si kur fëmija në barkun e nonës, a din me perceptu jashtë barkut nonës, jashtë ati uji që është s'dim. Njëta gjë është me neve. Që kjo është bota që na rrethon edhe na nuk e dim, sepse nuk dalim jashtë kësaj. Ato që ka në është transmitu prej pejgamberit alayhis salam e marim si të mirëqen dhe nuk e fusim logjikën me e kundërshtu hadithet e pejgamberit alayhis salam. Pastaj thot, po ashtu ora përgjigjes lutjes është ditën e xumo. Argument është thënia e pejgamberit alayhis salam. Thot ditën e xumo ka një orë në të cilën robi musliman nëse korrespondon me të, thot duke lutur Allahun për diçka, Allahu ja jep. Ati dietarët kanë rënë në mosmarrveshje, cilat janë këto dy kohët. Koha e parë kanë thonë janë dy thënie ndërmjet uljes së imamit në mimber deri në faljen e namazit. Si të hyp në mimber hoxha, derisa t'ja nis me fal namazin, ajo është koha ku pranon duat. Dhe thënia tjetër thot, ajo është mbas namazit të ikindis deri në, do të thot deri në namazin e akşamit. Çdo të xumo, më thonë, gjeni këto dy kohë, runi këto dy kohë dhe bëni dua se nuk kthehet bosh duart tuaja, nuk kthehen bosh. Lutja më e mirë, ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, është lutja e ditës së Arafatit. Ibn Abdul Berri thot, nga kjo kuptojmë se lutja e ditës së Arafatit është më e mirë nga ditët tjera. Ky është argument thot për vlerën e ditës së Arafatit ndaj ditëve tjera. Në këtë hadith gjithashtu ka argument se Allah i përgjigjet plotësisht në të shumtën e rasteve lutjes në ditën e Arafatit. Luta ndërmjet ezanit dhe ikametit nuk kthehet mbrapsht. E dini këto krejt. Mes ikametit, mes ezanit dhe ikametit. Po ashtu gjatë kohës së Ashuras e kështu me radhë, po ashtu kryerja thot e umrës në Ramazan është thot vlen sa një haxh me mua. Kushdo që e kryen umrën Ramazan, shpërblimin e ka thot vlen sa një haxh me mua. Paramendo. Nëse shkon e kryen një umre gjatë Ramazanit, e ki sikur do thot vlerën sikur haxh me bë me Muhamedin alayhis salam, e cila është e barabartë me një haxh. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ju shpërbleft.